Përshëndetje, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Ndër të tjera, sot do të ndiqni. Në qarkun e Gjirokastrës ka përfunduar edhe numërimi votave preferenciale për kandidatët. Tërmet Peçi dhe Pirodhimat, Partisë Socialiste janë deputetët e dal nga votat preferenciale. Në rang qarku, Tërmet Peçi rezulton kandidati më i votuar në listën e hapur të Partisë Socialiste dhe i dyti është renditur Pirodhima, ndërkohë që Partia Demokratike do të mjaftohet vetëm me atë të listës së mbyllur. Kandidati Partisë Socialiste Pirodhima ishte më i votuari nga zgjedhësit e Bashkisë Gjirokastër me 4.320 vota. Pas përfundimit të procesit të numërimit, mbrëmjen e së martës edhe të votave preferenciale nga KZAZ numër 81 në Gjirokastër, para ditën e sotme është bërë transportimi i gjithë bazës materiale zgjedhore drejt KQZ-s. Pirodhima është tashmë zyrtarisht deputeti i Parlamentit Shqiptar. Dhima mori votbesimin e 6.902 zgjedhësve të qarkut Gjirokastër. Në mbyllje të gjithë këtij procesi, deputeti Dhima ka falënderuar të gjithë ata që besuan dhe ndihmuan në këtë rrugëtim politik, i cili do të pasohet me punë dhe projekte konkrete për qarkun e Gjirokastrës. Fshati Stegopull në Bashkinë Libohov në ditët e pranverës shfaqet si një vend ku natyra, tradita dhe jeta rurale bashkëtojnë në harmoni. Banorët vijojnë në ritmin e jetës me bujqësi dhe blegtori, ndërsa agroturizmi po sjell frym të re zhvillimi dhe shpresë për të ardhmen se si zonat rurale mund të mbijetojnë dhe të lullëzojnë. Ju njohim tani më gjerësisht. Në qarkun e Gjirokastrës ka përfunduar edhe numërimi votave preferenciale për kandidatët. Tërmet Peçi dhe Pirodhimat, Partisë Socialiste, janë deputetët e dal nga vota preferenciale. Në rang qarku, Tërmet Peçi rezulton kandidati më i votuar në listën e hapur të Partisë Socialiste dhe i dyti është renditur Pirodhima, ndërkohë që Partia Demokratike do të mjaftohet vetëm me atë të listës së mbyllur. Ka përfunduar numërimi votave preferenciale në qarkun e Gjirokastrës, ku Partia Socialiste ka siguruar 2 mandate, ndërsa koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore mbetet vetëm me mandatin në listën e mbyllur. Sipas rezultateve nga KQZ, 3 deputetët e Partisë Socialiste në këtë qark janë Mirela Kumbaro nga lista e mbyllur, ndërsa nga lista e hapur kanë arritur të sigurojnë mandat Tërmet Peçi dhe Pirodhima, ndërsa Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Gjirokastrës ka arritur të siguroj vetëm mandatin që kishte caktuar në listë të mbyllur me Tritan Shehun. Në rang qarku në Gjirokastër, Tërmet Peçi rezulton kandidati më i votuar në listën e hapur të Partisë Socialiste duke siguruar 9.468 vota. I dyti është renditur Pirodhima me 6.902 vota. E treta, Anila Dimitri me 3.292 dhe në vend të fundit është Shoqëri Hysi me 2.371 vota. Në listën e hapur të Partisë Demokratike renditja është kjo: Alma Kore 3.569, Arben Ristani 2.881, Mariklen Dervishi 2.001 dhe Bajram Hysa 1.499. Në Bashkinë Gjirokastër, e cila e mbylli e fundit procesin e votave preferenciale, kandidati më i votuar rezultoi Pirodhima nga Partia Socialiste me 4.320 vota, i ndjekur nga Tërmet Peçi me 3.501, i treti Shoqëri Hysi me 805 dhe katërta Anila Dimitri me 164 vota. Ndërkohë, nga lista e hapur e Partisë Demokratike, renditja është kjo: Alma Kore me 2.637 vota, Arben Ristani me 1.541, Mariklen Dervishi 201 vota dhe Bajram Hysa me 186 të tilla. Në Bashkinë Libohov, kandidati më i votuar nga Partia Socialiste ishte Pirodhima me 531 vota, i ndjekur nga Tërmet Peçi me 431, Shoqëri Hysi me 61 dhe Anila Dimitri me 32 vota. Ndërkohë, nga lista e hapur e Partisë Demokratike, Arben Ristani me 398 vota, Alma Kore me 229, Mariklen Dervishi me 20 dhe Bajram Hysa me 13 vota. Në Bashkinë Dropull, kandidati më i votuar nga Partia Socialiste ishte Pirodhima me 1.473 vota, i ndjekur nga Tërmet Peçi me 276 vota, Shoqëri Hysi me 20 dhe Anila Dimitri me 18 vota. Ndërkohë, nga lista e hapur e Partisë Demokratike, më e votuar ishte Alma Kore me 283, Arben Ristani me 271, Mariklen Dervishi me 68 dhe Bajram Hysa me 15 vota. Në Bashkinë Përmet, kandidati
më i votuar nga Partia Socialiste ishte Anila Dimitri me 2173 vota, i dyti u rendit Tërmet Peçi me 850, Pirodhima me 178 vota, Shoqëri Hysi me 54 të tilla. Ndërkohë, nga lista e hapur e Partisë Demokratike, më i votuar ishte Bajram Hysa me 582 vota, Arben Ristani me 355, Alma Kore me 130 dhe Mariklen Dervishi me 77 vota. Në Bashkinë Këlcyr, kandidati më i votuar nga Partia Socialiste ishte Anila Dimitri me 839 vota, Tërmet Peçi 490, Pirodhima 200 vota, Shoqëri Hysi 28 vota. Ndërkohë, nga Partia Demokratike, më i votuar ishte Bajram Hysa me 537 vota, Arben Ristani me 159, Alma Kore me 76, Mariklen Dervishi me 75 vota. Në Bashkinë Tepelen, kandidati më i votuar nga Partia Socialiste ishte Tërmet Peçi me 2285 vota, Shoqëri Hysi me 449 vota, Pirodhima me 102 vota dhe Anila Dimitri me 43 vota. Ndërkohë, nga Partia Demokratike, më i votuar ishte Mariklen Dervishi me 414 vota, Alma Kore 166, Bajram Hysa me 137 vota, Arben Ristani me 96 të tilla. Në Bashkinë me Maliaj, kandidati më i votuar nga Partia Socialiste ishte Tërmet Peçi me 1635 vota, Shoqëri Hysi me 954 vota, Pirodhima me 89 vota dhe Anila Dimitri me 23 vota. Ndërkohë, nga Partia Demokratike, më i votuar ishte Mariklen Dervishi me 1146 vota, Arben Ristani me 96 vota, Alma Kore 48, Bajram Hysa me 29 vota. Ndërkohë që vazhdon numërimi i votës së diasporës për qarkun e Gjirokastrës, ku nga ky qark numërohen 6618. Kandidati i Partisë Socialiste Pirodhima ishte më i votuari nga zgjedhësit e Bashkisë Gjirokastër me 4320 vota. Pas përfundimit të procesit të numërimit mbrëmjen e së martës edhe të votave preferenciale, nga KZZ numër 81 në Gjirokastër, para ditën e sotme është bërë edhe transportimi i gjithë bazës materiale zgjedhore drejt KQZ-s. Në 65 qendrat e votimit në Bashkinë Gjirokastër, numrin më të lartë të votave e ka marrë kandidati socialist Pirodhima me 819 më tepër kundrejt Tërmet Peçit, i cili kryeson në rang qarku me 9468 të tilla. Pirodhima ka marrë 4320 vota, Tërmet Peçi 3501, Shoqëri Hysi 805 dhe Anila Dimitri 164 vota. Ndërsa në listën e hapur të koalicionit për Shqipërinë madhështore, kandidatët renditen. Alma Kore ka marrë 2637 vota, Arben Ristani 1541 vota, Mariklen Dervishi 201 vota dhe Bajram Hysa 186 vota. Procesi i numërimit të votave, por edhe ai i votimit në gjithë territorin e Bashkisë Gjirokastër kaloi qetë dhe pa problematika. Ky proces mbaroi pa incidente, pa asgjë. Jemi shumë të kënaqur dhe ne si komision për punën që kemi marrë dhe vlerësimin që kemi marrë nga kandidatët. Gjithë baza materiale u tërhoq, tani kutitë u ngarkuan po nisën për Tiranë dhe gjithë baza materiale, kamerat, komplet të gjitha ikën. Përfundimisht këtu mbaroi. 16517 zgjedhës morën pjesë në zgjedhjet e 11 majit nga Bashkia e Gjirokastrës, vota e të cilëve shkoi 9722 për Partinë Socialiste dhe 5255 për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Pirodhima është tashmë zyrtarisht deputeti i Parlamentit Shqiptar. Dhima mori votbesimin e 6902 zgjedhësve të qarkut Gjirokastër. Në mbyllje të gjithë këtij procesi, deputeti Dhima ka falënderuar të gjithë ata që besuan dhe ndihmuan në këtë rrugtim politik, i cili do të pasohet me punë dhe projekte konkrete për qarkun e Gjirokastrës. Pirodhima është tashmë deputeti i Parlamentit Shqiptar, i zgjedhur zyrtarisht nga Partia Socialiste për qarkun e Gjirokastrës. Ai ka siguruar 6902 vota preferenciale në të gjithë qarkun. Gjatë një interviste për RTSH Gjirokastra, ai u shpreh se ky rezultat është një përgjegjësi e madhe dhe se do të bëjë gjithçka për të përfaqësuar me dinjitet interesat e banorëve.
Unë e prisja këtë rezultat sepse kisha në të gjithë pjesën e fushatës kisha një mbështetje shumë të madhe nga të gjithë banorët që unë takova. U përpoqja të takoja sa më shumë njerëz derë më derë dhe isha shumë optimist për këtë rezultat që doli sot me përfundimin e numërimit këtu. Dua të falenderoj të gjithë banorët e qarkut Gjirokastrës, të gjithë banorët e Gjirokastrës, Dropullit, Libohovës, Përmetit, Këlqyrës, Tepelenës. Dua të falenderoj të gjithë komisionerët, të gjithë numëruesit këtu që punuan me orë të gjata në Pallatin e Sportit. Dua të falenderoj Partinë Socialiste që më besoi, dua të falenderoj kryetarin Edi Rama, ministren Mirela Kumbaro dhe të gjithë strukturat e partisë. Faleminderit dhe ju si media që na ndoqët hap pas hapi gjatë gjithë kësaj fushate. Falenderoj të gjithë dhe do t'ju kthej me punë, me përkushtim dhe me mirënjohje. Pirodhima vjen nga sektori privat ku prej vitesh është angazhuar në fushën e turizmit dhe hotelerisë. I njohur për aktivitetin e tij në Gjirokastër, ai ka ndërtuar një profil të qëndrueshëm si sipërmarrës, ndërsa tashmë nis rrugëtimin në politikë si përfaqësuesi i qytetarëve të këtij qarku në kuvend. Shkodra elektronike me këngën Zjerm kualifikohet për në finalen e 17 majit të edicionit të 69 të Eurovision. Nga 15 shtetet të cilat konkuruan në gjysmë finalen e parë, vetëm 10 prej tyre mundën të preknin finale. Magjia e tingujve nga e gjithë Europa çeli mbrëmjen e 13 majit festivalin e këngës europiane, konkursin që shqiptarët e kanë ndjekur tradicionalisht vetëm në ekranin e radio-televizionit shqiptar. Nga skena madhështore ku kumbonin mbrojtjet e mira spektatorëve, Eurovision 2025 nisi konkurimin nga qyteti i Bazelit në Zvicër. Në skenë u ngjitën 15 shtete nga 37 pjesëmarrëse në garë. Shqipëria, e cila përfaqësohet nga grupi Shkodra Elektronike, ka interpretuar në gjysmëfinalen e parë ku u ngjitet 12 në skenë me këngën Zjerm dhe u kualifikua për në finalen e 17 majit. Albania! Nga 15 shtete të cilat konkuruan në këtë natë, vetëm 10 prej tyre për shkak të zgjedhjes së publikut kaluan në natën finale, veç Italisë, Zvicrës dhe Spanjës, të cilat kalojnë automatikisht në finale. Shtetet konkuruese në gjysmëfinalen e parë, të cilat shkojnë në finalen e 17 majit, janë Shqipëria, Norvegjia, Suedia, Islanda, Hollanda, Polonia, San Marino, Estonia, Portugalia, Ukraina. Gjatë natës së parë nuk munguan surprizat e shumta dhe spektakli. Kjo mbrëmje është moderuar nga komediania dhe aktoria shumë e njohur Hazel Brugger dhe përfaqësuesja e Zvicrës në Eurovisionin e vitit 1991, Sandra Studer. Një moment emocionues i kësaj nate ka qenë një nderim për këngëtaren ikon Celine Dion, ku 4 këngëtar pjesëmarrës në edicionin e 68 të Eurovisionit kënduan këngën fituese të Eurovision të vitit 1988 të Celine Dion, e cila përfaqësonte Zvicrën dhe mesazhi që këngëtarja ikon transmetoi këtë natë. Zvicra do të mbajë gjithmonë një vend të veçantë në zemrën time. Eurovisioni i vitit 1988 ndryshoi jetën time. Muzika na bashkon dhe ajo është forca jon. Ishte mesazhi i Celine Dion. Suksesi i Shkodra Elektronike është përshëndetur menjëherë nga kryeministri Edi Rama, i cili i uron artistëve shqiptar të shndrinë në finale. Gjysmëfinalja e dytë do të jetë në datën 15 maj dhe finalja e madhe Eurovision 2025 në datën 17 maj dhe do të transmetohet ekskluzivisht në RTS1, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1. Fshati Stegopull në bashkinë Libohov në ditët e pranverës shfaqet si një vend ku natyra, tradita dhe jeta rurale bashkëtojnë në harmoni. Banorët vijojnë ritmin e jetës me bujqësi dhe blegtori, ndërsa agroturizmi po sjell frymë të re zhvillimi dhe shpresë për të ardhmen se si zonat rurale mund të mbijetojnë dhe lullëzojnë.
Stegopulli është një nga ato fshatra që të flet pa zë, me natyrën, me historinë, me njerëzit e tij të thjesht, dhe është pikërisht kjo qetësi, kjo lidhje me natyrën dhe traditën, ajo që po e kthem fshatin në një pikë tërheqëse për agroturizmin. Në zemër të pranverës, fshati Stegopull në bashkinë e Libohovës zbulohet i rrethuar nga gjelbërimi. Peizazhi përreth i jep fshatit një bukuri të rrallë, sidomos në këto ditë të ngrohta. Banorët e Stegopullit vijojnë jetën e përditshme me ritmet e një fshati që i qëndron besnik traditës. Puna në tokë, kujdesi për kafshët dhe përgatitja e prodhimeve vendase janë pjesë e rutinës së tyre. Tani që vinë në fshat pranverë këta, punojnë nga i qikoshëve në një domate me blektori, është një djalë e ka stallën atje sipër, edhe ai shet qumshin në fshat, edhe tjetrën që i mbetet e jep babait edhe e bën djath. Unë jam valshati dhe ajo klim më pruri prap këtu. Dy që janë këtu që kanë bakti, që janë më të rritë. Kam vjellë qep, tani patate, 2 fasole, 2 domate, që të hamë pranvera. Vinde. Baqe të gjithë banorët? Të tërë. Neve jemi kthyer vetëm në dashuria që kemi për vendin. Dhe kështu si kemi ardhur duhet vinë të tjerët. Që ky vend të rikthehet edhe një herë ashtu si ka qenë. I ruajnë banorët. Të ruajmë traditat, të ruajmë objektet që kemi historike dhe kulturore. Se ne kemi një manastir me vlera të mëdha historike. Në pranverë këtu ne merrem me peptari, me vreshtari, me një baqe të vogël, për një zarzavat, sigurisht me një gjë të freskët, se nuk është se s'kemi të blejmë, mund të blejmë, po këtu i hamë të freska. Prej disa vitesh në këtë fshat ka nisur të zhvillohet edhe agroturizmi, me një formë të mikpritjes që kombinon natyrën, traditën dhe shijen e zonës. Vinë plot. E pëlqejnë fshatin? E pëlqejnë. Fshat malor, po pastaj njerëzit këtu janë shumë të dashur. Janë mikpritës. Kanë ardhur, kemi lartë manastirin, ja kisha këtu përballë. Ta e pëlqejnë? E pëlqejnë vinë. Ka filluar agroturizmi, është ndërtuar një objekt i ri. Aty vinë. Po mirë është që të zgjerohet më shumë. E mira është që të rinërtohet manastiri, ashtu si që filloi. Ka interes për të? Ka vinë shumë njerëz që vinë e vizitojnë, po të mirave është që të ndërtohen dhe konakët, që të bëhen hotele dhe të vinë njerëz aty të ndjejnë një kënaqësi një natë, sikur edhe një natë plot. Jeta e qetë, mikpritja dhe potenciali turistik i japin këtij fshati jo vetëm identitet, por edhe të ardhme për zhvillim. Në tokat bujqësore të Përmetit poritet kultivimi perimeve. Këto kultura bujqësore jo vetëm porisin prodhimin vendas, por po orientojnë fermerët të prodhojnë më shumë. Agronomi Robert Stefanidi vjen me disa këshilla bujqësore që nisin që nga përgatitja e tokës dhe deri tek përzgjedhja e farës së duhur. Në zonën e Përmetit është rritur ndjeshëm interesi fermerëve për kultivimin e fidanëve të perimeve në fushë. Agronomi Robert Stefanidi bën të ditur se aktualisht është periudhë e përshtatshme për mbjelljen e një sër kulturash perimore. Për momentin domethënë kërkesat kanë qenë në rritje, sepse është periudha që tani mbyllet çdo gjë, domethënë janë këto fidantë e fushës, fshatarët janë të interesuar, edhe gjithmonë domethënë ne kemi patur lëvizje, s'është se kemi ngecur. Flasim për fushën, domethënë domate, paltigjan, speca, këto, sallator, kunguj. Se periudha e fidanëve frutor kaloi, ishte deri në mars, fillon domethënë në fundin nëntori deri në dhjetor, dhe atëherë domethënë kishim patjetër. Tani shitet domethënë këtë fidanët me kubik. Stefanidi thekson se është e rëndësishme përgatitja e duhur e tokës para mbjelljes, si një faktor vendimtar për prodhim të shëndetshëm dhe cilësor. E mira është që të trajtohet domethënë me disinfektues të ndryshëm që të mos i lejojnë siç janë krimbi murmë, krimbi tel, bushtra e këto të tjera ti presin fidanët. E mira është të trajtohet. Trajtimet tani duhen rregullisht, se ishin mësuar që këto trajtime bëheshin kur e shikvërenin. Është e kundërta. Pesticidet që kanë ngelur tani duhen rregullisht, domethënë në periudhën kohore, çdo javë duhet të spërkaten.
Në zonën e Përmetit, fermerët kultivojnë perime jo vetëm për konsum familjar, por edhe për t'i shitur në treg. Saranda nuk ofron vetëm det dhe trashëgimi historike, por ofertës turistike, po i shtohen edhe skulpturat prej mermeri që ndodhen buzë shëtitores në Sarand. Sipas Lefter Çekos, drejtori të Galerisë Art Saranda, këto vepra arti në natyrë që janë pjesë e galerisë, po tërheqin interesin e shumë vizitorë. Buzë shëtitores në Sarand, 6 skulpturat prej mermeri janë një tërheqje më vete për çdo vizitor. Në çdo orë të ditës dhe të mbrëmjeve të tanishme pranverore, kjo atelje veprash arti në natyrë ka vizitor. Këto skulptura në mermer, sipas piktorit Lefter Çeko, një herësh edhe drejtori i Galerisë Art Saranda, janë vazhdim i asaj galerie në mjedis të jashtëm. Ideja ka qenë gjithmonë që Galeria e qytetit Sarandës është një galeri muze që banë brenda vlerat e veprave të prej shumë viteve më përpara nga ana tematike dhe të realizimit të tyre nga mjeshtrat, nga artistët lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Duke parë që arti nuk i përket vetëm interiereve, kjo formë e simpoziumit që pjesë e asaj në eksteriere, në pjesë të jashtme të galerisë, që vazhdimi i ekspozimit të veprave të artit, i vlerave të artit, dhe sidomos specifike për qytetin tonë të Sarandës. Të 6 skulpturat sjellin motive të frymëzuara nga magjia e detit dhe janë produkti i punimit të tyre në sytë e publikut gati 10 vite më parë. Në vitet 2015, 16, 17, në qytetin tonë për herë të parë realizohet simpoziumi i parë i skulpturës së parkut. Dhe ideja që këta të frymëzoheshin nga magjia e detit, duke ardhur nga shumë vendet e botës dhe skulptorës të tjerë shqiptar, dolën 6 veprat më të bukura. U realizua një studio hapur, krijoheshin veprat në pranit të vizitorëve, të studentëve, të njerëzve të thjeshtë të qytetit, binin avash avash motivet e detit, delfinët, dallga, kalidetit, kërrylli, pulbardhat. Para 6 skulpturave të dala si nga deti Joni janë të shumtë ata që ndalin shikimin dhe hapin për të marrë prej tyre kënaqësinë estetike. Shohin figurinat e gdhendura mjeshtërisht dhe pastaj përjetimin e momentit e marrin me vete, së bashku me fotografitë që shkrepen pranë skulpturës më të pëlqyer. Në investimet e vitit 2021, në vitet që u realizua kjo shëtitoria shumë funksionale, këto zunë një vend shumë të mirë dhe shërbejnë për vizitorët si pika atraksionit, duke shëtitur si atelje e hapur pranë dallgëve të detit, në këto shkallare që kanë kaq funksion për njerëzit e të gjitha kategorive të vizitorëve, këto të çojnë drejt galerisë së arteve që është pranë tyre, si vazhdimi i tyre. Pulbarda, delfinët, ëndra, prerja e artë e detit, afërdita dhe kalidetit të derdhura në mermer, këtë pranver janë një arsye më shumë për të shëtitur në këtë hapësirë, ku skulpturat e parkut janë kthyer në aset turistik. Zona e Antigones po merr zhvillim të dukshëm turistik falë parkut arkeologjik, i cili po bëhet gati për sezonin veror, ku edhe numri i turistëve është më i madh. Drejtuesi i këtij siti, Shkëlqim Guçe, thotë se kanë nisur ndërhyrjet për infrastrukturën turistike, ndërkohë që po bëhet një bashkëpunim i mirë edhe me operatorët turistik për të promovuar zonat rurale që janë në afërsi të këtij parku. Parku arkeologjik i Antigones po konsiderohet si një prej pikave më interesante turistike të zonës së Gjirokastrës. Drejtori pranë këtij parku, Shkëlqim Guçe, bën me dije se tashmë kanë filluar edhe përgatitjet për mirëmbajtjen e të gjithë ambientit dhe përmirësimin e sinjalistikës informuese për turistët nga mbar bota. Ndër të tjera theksoi se punët restauruese dhe gërmimet të vijojnë nga viti në vit edhe nga arkeolog italian dhe shqiptar, të cilët nxjerrin në pak monumente të reja. Kjo gjë sjell edhe më tepër vizitor në këtë sit arkeologjik. Parku arkeologjik është duke u pajisur tashëm edhe me tabelat e reja, janë tabelat të cilat të orientojnë për të monumentet, mbi 35 monumente duke filluar nga kisha e Shërmehillit te Porta Jugore apo dhe duke mbritur poshtë tek mozaiku i kishës paleokristiane. Çdo vit në Antigone
pothuajse një muaj kemi një grup të arkeologëve italo-shqiptar të udhëhequr nga profesor Roberto Perna i Universitetit Maceratës dhe Sabina Veseli, përfaqësuese e grupit arkeologëve të Shqipërisë, që rreth një muaj janë pothuajse të vendosur në zonën e Agoras për të parë dhe për të kërkuar zgjerimin e mëtejshëm të monumenteve. Pra, nëse ne do të kemi përfitime të reja të monumenteve, do të kemi dhe vizitueshmëri më shumë. Parku i Antigones, që prej muajit janare deri tani në maj, ka patur një vizitueshmëri tepër të lartë, duke i kaluar 300 turistë të vendas, por kryesisht ata të huaj. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.